Të nderuar, u rikthyem në studio në këndin me personalitetet e ditës për sot dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do flasim sot për një temë realisht të bukur, interesante dhe besoj të dashur për të gjithë ju. Këtë pasdite do të ndajmë me dy studente të psikologjisë në Universitetin Nëna Terezë në Shkup, ku konkretisht do të flasim për çështjet që kanë të bëjnë sigurisht me zhvillimin individual dhe kolektiv. Do të ndalemi në psikologjinë kësaj radhe për të folur për një platformë që është fokusimi, një lloj prezantimi dhe jo vetëm prezantim, ajo që e bën më të afërt praktikën me teorinë, njëkohësisht pra që ka të bëjë me psikologjinë, e që e bën psikologjinë më të dashur dhe më të pranueshme, më të aplikueshme. Sigurisht që në këtë platformë studentët mund të diskutojnë, të ndërgjegjësohen, të sensibilizohen në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin e tyre intelektual dhe njëkohësisht atë kolektiv. Sigurisht që këti prezantimi i kanë paraprirë dhe shumë ligjërata e trajnime të ndryshme nga qendra Fluent. Për të folur për këtë temë dhe jo vetëm, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë pra të kemi dy studente të psikologjisë, Sakibe Limani dhe Hasna Ismaili. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, faleminderit shumë për mikpritjen. Për mua është hera e tretë që jam në Tetov, meqense studiojmë në Shkup edhe nuk është që sillemi vërdall kënej shumë shpesh. Mirë po, nuk kam dyshim që nuk do kaloj mirë së bashku. Pa dyshim. Faleminderit që na keni zbukuruar dhe studion tonë. Përshëndetje, mirë se erdhe, Hasna. Përshëndetje, unë jam Hasna Ismail, jam studente e psikologjisë, viti i dytë në Universitetin Nëna Tereza në Shkup. Dhe kjo është hera ime e parë që jam pjesë e një aktiviteti të tillë dhe jam shumë mirënjohëse për këtë mundësi që më është jep. Kënaqësi shumë e madhe që sot ju kemi në studion tonë për të folur për një temë shumë të bukur. Të fillojmë fillimisht me juve, Sakibe, për të na folur pak se çfarë paraqet fokusimi, meqense se unë pika të shkurtë e thash në fillim të emisionit, por më tepër detaje do të kishim dashur të dëgjonim nga ju. Për të filluar dhe biseduar për këtë zanafillën e kësaj nisme që e kemi realizuar është shumë interesante, duke filluar prej idesë në fillim, pastaj bashkëbisedimi mes neve kolegëve si do ja vendosim emrin, ishim në dilemë dhe kjo ishte në dorën tonë. Pastaj deri tek realizimi i reelsave, i prezantimeve tona ka qenë diçka shumë e mirë. Ishte hera e parë, domethënë që morëm pjesë në këtë program edhe diçka e jashtëzakonshme, një mundësi shumë e mirë. Si e vendosëm emrin fokusim, e vendosëm për një arsye duke marrë fjalën fokusim dhe prej secilës fjalë duke dhënë një prabashtesë si fenomen, pastaj observim, kuptim, mos harroj diçka, udhëzim për krijimin e një impakti dhe mesazhin në fund. Shumë e bukur, do të thënë ka qenë iniciativa juaj shumë e bukur kjo për të ja vendosur emrin kësaj platforme. Megjithatë, Hasna, keni qenë ju ajo që keni vendosur që të merrni pjesë këtu ka qenë me vetëdëshirë apo me imponim? Normalisht me vetëdëshirë, duke pas parasysh se ende jam viti i dytë në drejtimin të psikologjisë dhe kjo ishte një mundësi shumë e madhe për mua që të mund të përcjell ata që kam mësuar dhe perspektivën time ndaj asaj që kam mësuar. Fokusimi është një program i cili përfshin trajnime tek Fluenti, prezantime, video reels dhe tashmë në emisionet televizive. Dua të them se psikopedagogjia përfshin tema që lidhen shumë me përditshmërinë tonë, si në aspektin edukativ, arsimor, vetbesimi dhe suksesi akademik. Dhe këto janë tema që kanë zgjuar gjithmonë kurreshtin tek une, prandaj pa hezitim pranova se të jem pjesë e kësaj nisme të bukur. Dhe dua t'u falenderoj dhe juve që jeni pjesë e fokusim dhe për mbështetjen tuaj. Faleminderit që keni ndarë ju nga dita juaj për të qenë pjesë e këtij emisioni. Faleminderit dhe atyre profesorëve të cilët ju mbështesin për të marrë pjesë në këto nisma. Megjithatë, Sakibe, sa studentëve ju mundsohet të jenë pjesë e këtyre nismave, pra nismave të këtilla, iniciativave të këtilla, sa ju jepet mundësia? Siç e dim, nuk është na ofrohen mundësi të tilla. Mendoj që është pak për të ardhur keq, sepse si student normalisht që duhet të jemi pjesë më shumë e këtyre organizimeve, këtyre programeve në mënyrë që të japim atë që ne dëshirojmë,
Të kontribuoni në fakt. Të kontribuojmë, të provojmë eksperienca të reja dhe fatkeqësisht kemi shumë pak profesorë që janë motivuese dhe si shtys, por ata që janë shumë janë si ulidhçe që shikojnë diçka të ne dhe mundohen që atë të na ndihmojnë që ne ta shfaqim atë. Nuk do kisha dashur që më shumë edhe studentët të kishin këmbgulje, sepse kështu krijohet diçka e bukur dhe nëse si student këmbgul për diçka edhe ke dëshirë të marrësh pjesë në aktivitetet të tilla, dëshiron të shprehësh veten tënde, padyshim që do jetë, ndoshta do ketë më shpesh organizime tilla dhe pjesëmarrje tilla. Mendoj që duhet të mos kenë frikë, të mos kemi ndrojtje, kur prezantohet diçka ta marrim shtruar, të jetë diçka që do na ndihmojë edhe neve përgjatë rrugtimit ton, dhe pse jo të mos jemi pjesë e këtyre nismave që janë kaq fisnike, kaq bujare dhe kaq të bukura. Në fakt, shumë e vërtetë është shumë e bukur që të kemi profesorë të cilët mbështesin studentët dhe i motivojnë ato në çfarëdo lloj nisma pozitive të cilat studentët duhet t'i ndërmarrin. A ju inkurajon stafi mësimor që të angazhohen në organizime të tilla hapse, si mendon ti? Të them të drejtën jo, siç tha edhe kolegja, nuk është se angazhohen shumë për aktivitetet të tilla, janë të pakta ata profesorët që merren me organizimet dhe na inkurajojnë, por në përgjithësi nuk është që inkurajohemi shumë. Duhemi dhe pak vetë të hedhem një hap përpara që të mund të arrijmë diku. Sigurisht. Të flasim pak edhe për zhvillimin tuaj, të kalojmë pak në atë pjesën tjetër për zhvillimin tuaj personal. A mendoni, cili është modeli intelektuali që ju dëshironi të jeni në të ardhmen, apo të ngjasoni, sa kive për shembull në të ardhmen? Ke në kokën tënde, në trurin tënd ndonjë lloj modeli apo shembulli që dëshiron të jesh në të ardhmen të një intelektuali? Në këtë pyetje jam pak skeptike, sepse si psikologe të ardhshme nuk mendoj që duhet të fokusohemi vetëm një pikë dhe të shkojmë vetëm në një rrugë. Gjatë rrugtimit tonë ne mund të kemi mundësi të reja, do na hapen dyer të shumta, dhe nuk është e thënë që duhet të ngelesh diku, gjatë rrugtimit tonë mund të marrim diçka, të largojmë diçka nga vetja jonë dhe kështu ne formohemi. Nuk mund të them që kam një model që do dëshiroj ta ndjeki. E rëndësishme për mua është që këtë profesionin që dua ta kem, studimet e mia tani, fokusi kryesor është tani që unë të krijoj atë modelin tim. E rëndësishme është të jemi vetja, sepse kur jemi vetja ne dimë edhe më mirë ta përfaqësojmë veten tonë tek të tjerët. Pastaj mënyra se si njerëzit presin nga ne, çfarë presin nga ne gjatë rrugtimit tonë, duhet i dimë edhe këto në mënyrë që ajo që ne përfaqësojmë të jetë e dobishme, diçka e vyeshme. Kështu mendoj. Hasna, cili është në fakt vlerësimi yt? Ke ndonjë lloj modeli të intelektualit që dëshiron të ngjasosh? Nuk kam një rol model të qartë apo të vetëm, por gjatë këtyre 2 viteve, domethënë prej kur kam filluar me fakultetin, kam takuar disa persona që më ka pëlqyer mënyra se si ata punojnë, si mendojnë dhe si trajtojnë të tjerët. Por prapë mendoj se jam ende në proces, ende jam duke mësuar, duke zbuluar veten dhe rrugën time, dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua, sepse nuk e kam atë mendimin se duhet të jem si X personi, se të gjithë jemi unik në mënyrën që jemi. Vetëm se si të gjithë edhe unë i kam ata persona që i kam marrë shembull dhe ndoshta do të vazhdoj t'i marr. Sigurisht. Të kalojmë të flasim pak edhe për atë se si mund të balansojnë prindërit disiplinën me ndjeshmërinë në fakt për të kuptuar më mirë nevojat e fëmijëve dhe për të krijuar një marrëdhënie më të ngushtë me ta. Do të ndalemi konkretisht në raportin që duhet të kemi me fëmijët për të diskutuar pak më gjerësisht dhe besoj që do të jetë një mesazh i mirë për të gjithë prindërit. Mënyra se si fillojnë prindërit raportin me fëmijën e tyre është shumë e rëndësishme.
Disa fëmijë janë më të lehtë për të disiplinuar, disa fëmijë të tjerë nuk janë të lehtë për të disiplinuar. Disa prindër për shkak të mënyrës se si janë rritur, për shkak të edukatës që kanë marrë, e kanë më të vështirë edhe orientimin edhe korektimin ndaj fëmijës së tyre. Fokusi kryesor është të krijohet një raport i ngushtë mes fëmijës edhe prindit në mënyrë që të ketë diçka të shëndetshme, të krijohet një raport i shëndetshëm, i ngushtë mes fëmijës edhe prindit. Po, kurse ka shumë njerëz në fakt Hasna që fjalën jo nuk mund ta thonë në fakt ndaj të tjerëve, por si duhet përdorur fjala jo tek fëmijët? Kjo shumica e prindërve, për shumicën e prindërve, kjo është ndër sfidat më të vështira, se si ta përdorim fjalën jo në mënyrë efektive dhe të drejtë, sepse qëllimi nuk është që fëmijët të ndihen të refuzuar apo të kufizuar, por që tek ata të ndërtojmë besimin dhe të ndërtohet një marrëdhënie e shëndetshme mes prindit dhe fëmijës. Prandaj është e rëndësishme të përdorim alternativa të ndryshme, ta zëvendësojmë me diçka pozitive dhe më kryesore është se t'i tregojmë arsyeën se pse i themi jo. Dhe në këtë mënyrë fëmia fillon të kuptojë dhe pikërisht nga ky kuptim lind vetvlerësimi dhe vetdisiplina. Kjo duket si një gjë e thjeshtë, por pasojat mund të jenë të afatgjata, prandaj kërkon shumë kujdes dhe përkushtim. Megjithatë, duhet të ndalemi edhe pak tek emocionet e fëmijës. Pse është e rëndësishme që prindërit të kuptojnë dhe njëkohësisht të reagojnë ndaj emocioneve të fëmijës dhe si ndikon kjo në zhvillimin e fëmijëve? Kuptimi i emocioneve të fëmijës është i rëndësishëm, sidomos në fazat e hershme ku fëmia zhvillohet. Është mënyra e vetme si ato të shprehin ndjesitë e veta, nëse ka një moment ku fëmia ndihet i frustruar apo ka frikë apo ka një moment të pakëndshëm, prindi duhet të di që ta kuptoj fëmijën e vet, mundohet që t'i ofroj pika e parë rehati, që ai t'i shpreh ndjesitë e veta dhe pakënaqësitë e veta që i ka me prindin e vet. Për prindërit kjo nuk duhet jetë një moment i turpshëm apo diçka që do i vë ata në siklet, sepse rëndësishme janë emocionet e fëmijës, domethënë fëmia si ndihet. Për këtë arsye çdo herë kur ai të tregon diçka apo ka një moment që dëshiron më shumë vëmendje, duhet t'ua japin. Pse? Sepse kështu krijohet një raport përveç se i ngushtë, fëmia e ka më të lehtë që t'i shprehë emocionet e veta, edhe për shembull nuk është mund të ketë frikë pastaj nëse diskuton diçka me prindin e vet në të ardhmen, dhe emocionet e veta, gjithçka që ai ndjen do e ketë më të lehtë për ta shprehur me të tjerët, edhe edhe nëse ndihet keq për diçka nuk e ka problem ta shprehë, sepse e rëndësishme është vetja e tij. Dhe kjo është që në fëmijëri. Nëse i shtypen ose i neglizhojnë fëmijët në këto faza ku ai ka nevojë për dëgjim, për kushtim, në fazat e tjera ku ai do rritet në adoleshencë e kështu me radhë, do ketë edhe më problem për veten e tij. Me qenë se Hasna pak më herët na fole për përdorimin e fjalës jo tek fëmijët, mund na flasësh pak për atë se si mund ta ruajmë këtë balancë apo këtë barazpesh të shëndetshme mes fjalës jo dhe fjalës po tek fëmijët? Mendoj se qelësi i zhvillimit të shëndetshëm tek fëmijët qëndron se si prindi përdor fjalën po dhe fjalën jo. Do me thënë, nëse fëmia rritet vazhdimisht duke dëgjuar vetëm fjalën po, ai do të hase vështirësi në zhvillimin e vetëdisiplinës. Ndërsa nëse rritet duke dëgjuar vetëm fjalën jo, do ta perceptojë botën si një vend negativ dhe nuk do të dije se si të përballet me realitetin, sepse bota nuk është vetëm po ose vetëm jo, por është një përzierje mes mundësive dhe kufive. Madje edhe ndonjëherë një po mund t'i duket e pasigurt, jo sepse është e tillë, por sepse është e panjohur për të. Ajo që dua të them është se nuk është fjala në vetvete ajo që ka rëndësi, por mënyra se si e përdorim, sepse një jo i thënë me qëndrueshmëri, me kuptim, me butësi, nuk e kufizon fëmijën, por mëson të rritet.
Çfarë ndikimi ka Sakibe rutina në sjelljen dhe disiplinën e fëmijës gjatë ditës? Meqense se pak më herët përmendëm çështjen e disiplinës, çfarë ndikimi mund të ketë? Një nga mënyrat më të fuqishme për të ndihmuar fëmijëve të rriten sigurt është krijimi i rutinave të qëndrueshme. Domethënë rutina nuk është monotoni, por është diçka që e bën fëmijën të ndihet të sigurt edhe di se çfarë të pres. Kur dita e tij kur fëmia domethënë e di se kur është koha për gjumë, kur është koha për të luajtur, kur është koha për ushqim, ai e di se çfarë të presi prej prindërve dhe prej njerëzve përreth dhe ndëshkimet e prindërve janë më të pakta. Po e rëndësishme është që ato rutina të jenë të qëndrueshme, domethënë të mos ketë luhatje, pastaj edhe fëmia të ndihet i pakënaqur në këtë pjesë. Megjithatë duhet të ndalem pak edhe tek ajo që shpesh hasim shpërthimet e inatit tek fëmijët. Pse në fakt ndodhin këto shpërthimet e inatit? Ne shpesh mendojmë se shpërthimet e inatit ndodhin vetëm tek fëmijët, por edhe ne të rriturit i përjetojmë, posaçërisht kur jemi të stresuar, të lodhur ose nën presion, por vetëm se dim t'i fshehim më mirë. Ndërsa të fëmijët, ata nuk din ende se si ti kontrollojnë emocionet apo ndjenjat e tyre dhe shpërthimet nuk janë si diçka negative për fëmijët, por thjesht një lloj komunikimi. Është momenti kur emocioni rritet më shumë se aftësia për ta kontrolluar atë, sepse fëmijët duan shumë gjëra, ndonjëherë më shumë dhe se sa mund të bëjnë dhe të arrijnë. Dhe kur realiteti nuk përputhet me dëshirat e fëmijës, atëherë lind frustrime dhe ndonjëherë prindërit mund të ndihen të turpëruar kur fëmia e tyre përjeton shpërthime në vende publike, por në ato momente duhet të kujtojmë diçka shumë më të rëndësishme, se marrëdhënia e prindërit me fëmijën vlen më shumë se çdo mendim i jashtëm. Fëmia në ato momente nuk ka nevojë për një prind që shqetësohet për të tjerët se çfarë mendon ata ose çfarë thon ata, por për një prind që e sheh, e kupton dhe i qëndron pranë. Nëse prindi reagon me britma apo ndëshkim fizik, atëherë situata vetëm përkeqësohet dhe fëmia nuk qetësohet, vetëm do të mbyllet në vete. Psikologjikisht mund të rekomandoj se të vëzhgohet vazhdimisht ose të mbahet një lloj evidence, si shembull kur fëmia ndihet mirë ose kur përjeton shpërthimet. Fëmia im ndihet mirë kur ka pushuar ose merret me ndonjë aktivitet, ose fëmia përjeton shpërthimet kur është me prindin pas dite në pazar. Dhe këto vëzhgime na çojnë se të kuptojmë ku është arsyeja dhe problemi i qartë. Domethënë shpërthimet nuk janë dështim i prindërimit, ato janë shumë normale për zhvillimin, vetëm se ndikon ajo se si reagon prindi në këtë fazë dhe në këtë krizë. Megjithatë, si mund të kuptojnë prindërit fazat bëj vetë dhe rilidhje tek fëmijët e tyre dhe si mund t'i përdorin këto faza për të përmirësuar disiplinën e tyre? Është detyra e prindërve që t'i kuptojnë domethënë këto faza bëj vetë dhe pastaj faza rilidhje, domethënë rilidhja me prindin. Fëmijët gjatë fazës së hershme, mund të them 3-4 vjet, kanë disa momente ku dëshirojnë të eksplorojnë vetëm, domethënë dëshirojnë të jenë vetëm, të provojnë gjërat që ata i dëshirojnë pa i penguar dikush përreth. Edhe kjo është detyra e prindit që ta vëzhgojë nëse ai ka luhatje të emocioneve edhe ta di se çka t'i ofroj fëmijës së vet, nëse e sheh që ai ka nevojë që të luaj vetëm ose të bëj diçka vetëm ose të provoj diçka vetëm, të mos e pengoj, ta lërë që ta provoj vetëm, nuk është gjë e keqe. Kjo i ndihmon atij që edhe të provoj edhe të eksploroj me gjërat që i ka përreth. Faza rilidhje është ai momenti ku fëmia ka nevojë për atë rilidhjen me prindin e vet, ka nevojë më shumë për afërsi, rehati. Kështu që këto dy fazat mund të them që është në shpatullat të prindërve të kuptojnë dhe të dinë se çka të ofrojnë, çka të presin prej fëmijëve të tyre. Megjithatë, të ndalemi edhe pak tek ndalime. Çfarë ndodh kur prindërimi bazohet kryesisht në ndalime, Hasna? Kur prindërimi bazohet në ndalime, atëherë fëmia nuk mëson kufit, por mëson frikën,
frikën nga bota, frikën nga gabimi, sepse kjo lidhet shumë me vetbesimin dhe vetë vlerësimin që do të ketë fëmia në të ardhmen. Nëse e kufizojmë shpesh, e ndalojmë, dhe nëse e ndalojmë, fëmia nuk do të dije se si të ecë vetë, një jo i shpejt i prerë ose ndoshta edhe i lodhur, për prindin mund të jetë thjesht një kufi, po për fëmijën është përjetim. Fëmia në këtë mënyrë kupton se a dëgjohet, a respektohet dhe a ka vend për të në marrëdhënie. Psikologjia zhvillimore, studimet në psikologjinë zhvillimore, na tregojnë se prindërimi më efektiv është ai i cili kombinon kufit me ngrohtësinë dhe arsyetimin. Sepse nuk është problemi te kufit, por mënyra se si vendoset kufiri bën gjithë ndryshimin. Nëse i vendosim kufit me nënçmim, me arrogancë apo ton të ashpër, ose me shprehje si sepse them une, ajo nuk do t'i mësojë fëmijës disiplinë, por vetëm distancën. Prandaj duhet të ndalemi dhe të pyesim veten, a i them fëmijës jo sepse duhet dhe a e them në mënyrën e duhur. Po. Megjithatë, si ndikon mënyra se si prindërit reagojnë ndaj nevojave të fëmijëve gjatë natës në ndërtimin e sigurisë emocionale dhe disiplinës së tij? Mënyra se si prindërit reagojnë ndaj nevojave të fëmijës gjatë natës është më shumë se kaq. Ta zëm për shembull, fëmia zgjohet natën për shkak të ndonjë rutine jo stabile, për shkak të ndonjë frike, ndonjë ëndre, apo vetëm se ka nevojë për prindin. Fokusi kryesor është tek reagimet që prindërit i kanë në ato momente, nëse janë në ato momente që janë të paparashikueshme, nëse ato janë aty për fëmijën e vete dhe i sqarojnë ose mundohen që t'i kuptojnë, do i ndihmojnë atij që të krijojë atë sigurinë e brendshme, nëse ka ndonjë moment që nuk e zë gjumi mirë, ose ndonjë moment ku nuk mund të flej pa prindërit e vet, edhe ata duhet ta kuptojnë këtë. Është e rëndësishme sepse kjo i ndihmon atij të jetë i sigurt, edhe prania e prindërve atë e bën që të ndihet rehat. Kështu që për këtë arsye gjumi nuk është vetëm gjumë, por është më shumë se kaq, sepse fëmia në atë fazë mësohet që të jetë më i sigurt, edhe prania e prindërve bën atë të ndjehet të tillë. Sigurisht. Hasna, mund na flasësh pak në lidhje me atë se si mund t'i ndihmojmë fëmijët që t'i shprehin ndjenjat e tyre? Mendoj se një nga qëllimet kryesore të edukimit është se fëmia së pari të bëhet i ndjeshëm ndaj vetes dhe pastaj ndaj të tjerëve. Shprehja e emocioneve nuk do të thotë që fëmia të reagojë pa kontroll, sepse kjo mund të sjellë probleme, por edhe kontrolli i tepërt mund të sjellë probleme në të ardhmen. Prandaj prindi duhet të dije se si të balancoje këto dyja, dhe kur fëmia tenton të shprehë emocionet, t'i ja japë hapësirën dhe ta dëgjoje pa gjykim. Nëse në këto situata prindi e gjykon fëmijën, e injoron, atëherë fëmia mëson të fshehen ndjenjat dhe këtu krijohet distanca në marrëdhënien me prindin, dhe në të ardhmen ai do të ketë probleme në përballjen e ndjenjave të veta. Prandaj duhet prindit në këto situata të jetë shumë i kujdesshëm dhe i përkushtuar. Kur jemi këtu tek kujdesi i prindërve, si ndikon prania aktive e babait në jetën e fëmijës dhe zhvillimin e vetë kontrollit nga këndvështrimi psikologjik, Sakibe? Prania e prindërve, në thekse veçantë tani babai, është në këndvështrimin psikologjik luan një rol shumë të rëndësishëm. Kjo i ndihmon babait që të krijojë një raport të ngushtë me fëmijët, domethënë në fazat e hershme. Preferohet që ai që kur lind foshnja të kujdeset për të ketë një raport të ngushtë, duke filluar prej përkujdesjes, ndrimin e pelenave, mbështetjen, lojrat, të kuptojë se çka do fëmia i vet. Kjo e bën ato të jetë më i afërt me fëmijën e vet.
dua të theksoj që prindërit e kanë të vështirë, është edhe vështirë prindërimi, jo secili prind e ka të vështirë prindërimin me çdo fëmijë, domethënë nuk është e njëjtë të kesh një prindërim si me një fëmijë dhe me fëmijën tjetër. Domethënë nuk duhet të bëjnë krahasime mes fëmijëve. Faza pas lindjes, domethënë të kthehemi tek nëna, postpartumi është një fazë shumë e ndjeshme, ku nëna, gruaja kërkon nevojë për mbështetje, për siguri. Është një fazë ku ajo mendon që nuk është nënë e mirë, nuk është që po përkushtohet shumë fëmijës, nuk e di se çka po ndodh, kështu që është një moment ku detyra e babait, përkushtimi i tij, mbështetja e tij është kryesore dhe është ajo që e mban familjen të ngushtë edhe në harmoni. Dua të ndalemi edhe në një tjetër pikë, Hasna, që është shumë e rëndësishme dhe besoj që këshilla yte, parë nga aspekti psikologjik, do të jetë dobipruese edhe për shumë prindër. Pse nuk duhet goditur fëmia? Fillimisht, fëmijët mësojnë duke vëzhguar dhe imituar, kryesisht të afërmit dhe prindërit. Së pari, kur godasin fëmijën, ai do të mësojë se kjo është një mënyrë normale për të zgjidhur konfliktet. Së dyti, dëmtojmë vetë vlerësimin tek fëmia, sepse ai ndihet i pavlerë, i friksuar dhe i refuzuar. Dhe së treti, dhuna mund të parandalojen një sjellje përkohësisht, por nuk e mëson fëmijën sepse ajo sjellje është gabim dhe kjo e bën që prap ajo sjellje të përsëritet me kalimin e kohës. Në vend se të përdorim dhunën, mund të përdorim alternativa të ndryshme, siç është komunikimi, sepse pse të jemi arsye për disa pasoja që mund të jenë afatgjata tek fëmia, si ankthi, vetbesimi i ulët, ose vështirësitë sociale, vetrespekti dhe vetvlerësimi. Prandaj duhet të kombinojmë prindërimin me ngrohtësi dhe kuptim. Vajza, faleminderit shumë që elaboruat një temë kaq të bukur, gjithashtu faleminderit dhe profesorëve tuaj për mbështetjen dhe bashkëpunimin që të elaborojmë këtë temë shumë të rëndësishme. Faleminderit që na nderuat. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë gjithashtu. Nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës dhe temën për ditën e sotme. Vazhdoni që qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e fundit të emisionit.